Prandaj na që sot vajza shqiptare kur martohen me të huaj ja priv Zoti i marr, sepse dashnia ajo që triumfon mbi tana. Por na si shoqëni në vitet 90 na kena parashiti fije se femnat jallame për interesa. Kjo është ajo që unë ndeshta me prek, edhe inshallah si shoqëni shqiptare s'na vjen më ajo kohë, sepse vajza shqiptare, vajzat tona i kena më të mira në botë, meritojnë burra më të mirë në botë, po ashtu kena djetë më mirë në botë. Rinia shqiptare sot është rinia më e suksesshme, kudo që shkon i ke në për punë mira, në për vendet mira të suksesshëm, në sport, në art, në kulturë, në teknologji. Po, por sot ka dhe rini shqiptare që e kanë mundësit me kanë të jashtëzakonshëm edhe nuk janë. Ajo shoqënia rinia shqiptare shumë e mirë, por ke edhe rini që sot e kanë mundësin me kanë të jashtëzakonshëm edhe nuk janë. Sot i bëjnë gjanat me qëllim. Kjo dhe riniet i bën me qëllim gjana, që do që i bën, e bën me qëllim. Edhe detyra jonë është si me kanë shembull për ta. Se çfarë rrugët njekun ata, atëherë është puna tyne. Por si shembull, na duhet që t'jena shembull për ta, mandena inshallah, jo gjithçka që na kena qef ose na duket ne mirë për fëmin ton, është e drejtë. Ose është diçka që ata kanë nevojë, por mendoj që gjithmonë prindërit duhet me kanë shembull.